Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Neaka. Sot do të trajtojmë një temë shpeshherë të keq kuptuar dhe shumë delikate në shoqërinë tonë. Sot, për na ndihmuar ta kuptojmë më mirë këtë çështje, kam të ftuar psikologen e shkollës TES, Sofiona Lakuriqi. Përshëndetje Erla, përgëzim me ju në nismën e ndërmarr. Faleminderit. Për ta nisur këtë, le të fillojmë që nga fillimi, që nga bazat. Çfarë është ky term aftësi e kufizuar? Çfarë do të thonë? Vetë termi aftësi e kufizuar kalon në fakt në një ecuri, në një historik të vetëm. Këndvështrim ky që lidhet ngushtë me mënyrën se si shoqëria ka ndryshuar mendimin dhe qasjen e saj kundrejt personave me aftësi të kufizuar. Po të referohemi periudhave të hershme, njerëzit me aftësi të kufizuar shpeshherë stigmatizoheshin, diskriminoheshin, trajtoheshin në mënyrë jo të barabartë, përjashtoheshin në aspektin social, parashikoheshin në një prizëm negativ. Ndërkohë, me zhvillimin e mjekësisë, aftësia e kufizuar mori një shpjegim edhe më mjekësor, ku vetë aftësia e kufizuar shikohet si një problematikë e cila duhej korrigjuar apo duhej trajtuar. Vetëm në përfundim të shekullit të 20 kemi një shpjegim edhe më social, ku fokusi u vendos jo vetëm tek aftësia e kufizuar e vetë individit, por edhe tek kufizimet që vetë shoqëria mbarte. Kufizime këto disa herë kulturore, fizike apo sociale, të cilat e bënin individin të ndiej i përjashtuar. Atëherë, të prekim një pjesë tjetër të shoqërisë tonë. Pse përdoren dhe terma të tjerë si aftësi speciale ose të veçanta ose ndryshe? E rëndësishme të ndalemi edhe këtu. Siç unë e përshkrova më sipër gjithë historikun e ndodhur, sigurisht që kjo gjë është shoqëruar edhe me ndryshime në gjuhën e përdorur apo në terminologjinë e përdorur. Termi i saktë në aspektin profesional është persona me aftësi të kufizuar, duke vendosur kështu fillimisht theksin tek individi si një qenie me emocione, me dëshira, me potencialet e veta dhe jo thjesht si një etiketim. Ndërkohë për sa i përket termit tjetër për cilën më pyete, persona me aftësi ndryshe, duket një term që në fakt e zbut disi perceptimin që mund të kihet për personat me aftësi të kufizuar, por që mbart rrezikun se na largon shumë nga realiteti i vërtet, i vështirë, me të cilin këta persona ndeshen në përditshmërinë e tyre. Por në fakt është shumë e rëndësishme gjuha që përdorim, jo vetëm si një mjet komunikimi, por sepse ajo reflekton mënyrën se si ne i shikojmë dhe i trajtojmë personat me aftësi të kufizuar. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm të përdorim një gjuhë që tregon ndjeshmëri, që tregon ndërgjegjësim. Patjetër. Është një çështje shumë delikate, që normale duhet të bëjmë shumë kujdes për këtë punë, po format kryesore të aftësive të kufizuara, cilat janë ato që hasen më shpesh në shoqëri? Shpjegimi mbi këtë pyetje në fakt është disi hollësishëm, sepse vetë karakteristikat e aftësisë të kufizuar janë të shumta, po ashtu edhe sfidat me të cilat ndeshen këta persona janë po ashtu të shumta. Për sa i përket për shembull aftësisë të kufizuar fizike, e cila shoqërohet me vështirësi në lëvizshmëri, në koordinim, kjo kërkon një përshtatje shumë të mirë fizike të ambientit përreth. Ndërkohë po të marrim aftësinë e kufizuar intelektuale, e cila shoqërohet me vështirësi në të kuptuar, në të mësuar, në zgjidhjen e problemeve, kjo kërkon një mbështetje shumë të madhe akademike të personit që e ka aftësinë e kufizuar. Ndërkohë po ndalemi tek kufizimet sensoriale si vështirësi në të dëgjuar, vështirësi në të shikuar. Këto ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë mënyrën se si individi e shikon botën përreth dhe si e përjeton botën përreth. Të shumë folurat, çrregullimet e spektrit të autizmit, po ashtu kanë vështirësi në komunikim, në ndërveprim, karakterizohen nga sjellje përsëritse dhe duke qenë kaq dinamike, patjetër që kërkojnë një trajtim shumë specifik dhe shumë individual. Unë nuk do të lë pa përmendur edhe çrregullimet e shëndetit mendor, çrregullime të tilla si ankthi, depresioni apo çrregullime të tjera të humorit, të cilat ndikojnë cilësisht
në jetesën e të rriturit apo dhe vetë adoleshentit. Por ajo çfarë është më e rëndësishme nga gjithë këto karakteristika, nga gjithë kjo panoramë e tablos klinike apo mbi gjithë këto sfida, ajo çfarë mbetet me rëndësi është që ne të kemi aftësinë të shkojmë përtej diagnozës, të shikojmë këta individ si qenie me potenciale. Po. Le të kthejmë sy tani tek institucionet shqiptare. Cilat janë ato përgjegjëse për trajtimin e mbështetjen e fëmijëve e personave me aftësi të kufizuara? Sigurisht që kjo ndihmë për këta persona jepet nga ndërveprimi i disa institucioneve njëherëzi. Institucione këto të cilat punojnë në fushën e shëndetësisë, të arsimit apo të përkrahjes sociale. Sigurisht që do të përmendja Ministrinë e Shëndetësisë, e cila luan një rol të jashtëzakonshëm në procesin e vlerësimit, në gjithë dinamikat mbështetëse, trajtuese, reabilituese, po ashtu edhe në politikat sociale për personat me aftësi të kufizuar. Lidhur ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë, bashkë vepron Ministria e Arsimit, e cila siguron që personat me aftësi të kufizuar të kenë mundësi për arsimim. Pra ajo qasja e gjithë përfshirjes e cila synohet në mënyrë të vazhdueshme. Më pas, brenda institucioneve arsimore mund përmendim shërbime si ai i psikologut, mësuesi ndihmës, të cilët po ashtu ndihmojnë në integrimin e nxënësve me aftësi të kufizuar në mjedisin shkollor. Por përveç institucioneve shtetërore, vlen për të përmendur edhe qendra komunitare apo organizata jo qeveritare, të cilat po ashtu japin një rol të jashtëzakonshëm në gjithë këtë dinamik procesesh, që nga vlerësimi personave me aftësi të kufizuar, programeve reabilituese, po ashtu këto qendra janë të kujdesshme edhe për të ofruar programe edukuese apo ndërgjegjësuese për familjarët që kanë brenda familjes tyre persona me aftësi të kufizuar. Por realiteti, si është konkretisht në Shqipëri? Ligji sa i mbron personat me aftësi të kufizuar, në të vërtetë, në praktikë? Sigurisht që ligji shqiptar kujdeset për të njohur dhe për të mbrojtur personat me aftësi të kufizuar në terma të tillë si barazia, njohja e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar apo kujdesi për përfshirje. Një nga aspektet ligjore më të rëndësishme është kuadri ligjor që siguron përfshirjen dhe disponueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar në fusha si shëndetësia, arsimimi, punësimi apo vetë përfshirja në jetën sociale e tyre. Ajo çfarë unë dua të ndalem pak është që vërtet në letër këto ligje dhe akte ligjore janë të shkruara në mënyrë ideale, por në praktikë sigurisht që hasen vështirësi në sigurimin e një trajtshëm të tyre apo në aplikimin e një trajtshëm të tyre. Por pavarësisht këtyre sfidave, duhet thënë që në fakt kemi një vëmendje të shtuar të institucioneve në lidhje me këtë çështje dhe një përkujdesje dhe një cilësi që sa vjen edhe është në rritje dhe në përmirësim. Në krahasim me vendet e tjera, cilat janë sfidat më të vështira që Shqipëria po has në trajtimin dhe në përkujdesjen e personave me aftësi të kufizuara? Patjetër që është e lehtë të identifikosh sfida këto që nisin që nga vështirësitë apo kufizimet në infrastrukturë, kemi po ashtu vështirësi në gjithë përfshirjen e këtyre personave, hasim vështirësi në numrin e kufizuar të personave që janë të specializuar për trajtimin e këtyre rasteve, por ajo çfarë unë do të përmendja si më problematike dhe si më shqetësuese në shoqërinë tonë, patjetër që është stigma sociale që vazhdon ende të ekzistojë dhe të dëmtojë. Po, patjetër. Po për zhvillimet pozitive në Shqipëri, se prekëm shumë aspektin negativ, po disa përparësi ose disa anë pozitive që ne kemi, ose suporti që po marrim kohët e fundit, cilat janë politika sociale tashmë që janë marrë në Shqipëri dhe po bëjnë një ndryshim?
Pavarësisht se unë e nista duke thënë ato vështirësi apo kufizime të shoqërisë shqiptare, patjetër që ne mund të flasim edhe për arritje, edhe për hapa suksesi, duke nisur këtu nga një shkallë më e lartë e ndërgjegjësimit që shoqëria shqiptare po fiton vitet e fundit, po ashtu kemi më shumë përpjekje pozitive për arritjen e gjithë përfshirjes, për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar brenda arsimit shqiptar. Dhe po ashtu nuk mungojnë dhe iniciativat e organizatave të ndryshme, qofshin këto shtetërore dhe jo shtetërore, në ndihmes të kësaj çështjeje. Ju më përpara e përmendët rolin e mësuesit, edhe atij shoqërues në këtë rast konkret. Por sa efektiv është ky rol? Sigurisht që mësuesi shoqërues apo mësuesi ndihmës ka një rol të jashtëzakonshëm në momentet kur ai arrin ta realizojë punën e tij ashtu siç duhet. Por në realitetin shqiptar ende kemi vështirësi për sa i përket mësuesit ndihmës, sepse kemi një numër shumë të kufizuar trajnimesh që jepen për përmirësimin e punës së mësuesit ndihmës, dhe po ashtu kemi raste kur kemi një punë të mbi ngarkuar me cilën ky mësues ndeshet. Po ashtu edhe për mentalitetin shqiptar që sapo e përmendët. Si shpjegohet Ana që familjet shpesh fshehin fëmijët e tyre ose nuk janë shumë suportiv ose shohin vetëm anën negative kur kanë një fëmijë me aftësi të kufizuara. Si është ky fenomen që ndodh tek shoqëria jonë, kur jashtë ata i mbështesin në çdo lloj të ndryshme forme, në shkollë, në shoqëri, në gjitha aspektet. Është prekse në fakt kjo çështje, është e vërtetë që familjet shqiptare përjetojnë ndjenja turpi, frikë nga paragjykimi, nga përjashtimi, të gjitha këto në mënyrë të padrejtë shoqëria shqiptare ja imponon këtyre familjeve. Në fakt në momentet e para mund të duket si një mekanizëm mbrojtës që ndihmon, por në terma afatgjat lëndon dhe dëmton vetë familjen dhe vetë personin që ka këtë vështirësi. Tu çalon pjesa e informimit dhe edukimit të familjeve, që po shtyn këtë lloj fenomenit përsëritet shumë herë, sepse janë histori shumë të dëgjuara, besoj. Po nga këmbvështrimi shkencor, sa kanë avancuar trajtimet për aftësitë e kufizuara? Për fat të mirë, sigurisht që flasim për përmirësime, flasim për avancime dhe unë këtu dua të ndalem në fakt e kjo pyetje për ta parë në disa fusha të ndara, fusha që nisin që me mundësit për diagnostikim të hershëm, për mënyrat dhe përmirësimin që gjithë procesi i trajtimit ka hasur, dhe po ashtu dua të ndalem pak për të diskutuar cilat janë mundësitë, sa mundësi ka që aftësia e kufizuar të parandalohet. Sot në fakt flasim për arritje për sa i përket diagnostikimit të hershëm të aftësisë të kufizuar. Sot ne flasim për ato kushte ku aftësia e kufizuar mund të identifikohet që në fazat e hershme të zhvillimit, që në shtatzani apo që në vitet e para të jetës së fëmijës. Dhe sigurisht që kjo është diçka pozitive, se nëse flasim për diagnostikim të hershëm, atëherë nënkuptojmë edhe një trajtim që nis në kohë, dhe këto janë hapa që na çojnë drejt një suksesi edhe më optimal. Sigurisht që përveç diagnostikimit të hershëm, në kohët e sotme ne flasim edhe për arritjen për sa i përket trajtimit të aftësisë të kufizuar. Sot flasim për më shumë lloje terapish, që nga terapia e të folurit, terapia okupacionale, terapi të cilat përmirësojnë aftësitë sociale të personit me aftësi të kufizuar, kështu që kemi më shumë hapa pozitiv për sa i përket këtyre arritjeve. Pa diskutim që nuk mund të lë pa përmendur edhe avancimin që vetë fusha e mjekësisë dhe teknologjia ka, duke ndihmuar me aspekte të ndryshme që nga aparatet e dëgjimit apo aparatet të cilat ndihmojnë në lëvizshmëri, aplikacione të ndryshme digjitale të cilat ndihmojnë në përmirësimin e aftësive të folurit tek këta fëmijë. Ndërkohë, besoj me kuriozitet ngelet edhe pjesa sa mundësi ka për të parandaluar aftësinë e kufizuar. Sot flasim për disa mundësi që mund të sjellin edhe më shumë parandalim. Në rast të parë është rritja e shkallës së ndërgjegjësimit dhe informimit, patjetër është kujdesi dhe kontrolli më i lartë mjekësor, kontrolle më të larta që bëhen gjatë
gjithë shtatzanisë dhe po ashtu kemi një njohje edhe më të thellë të faktorëve të riskut. Në moment që njohim faktorët e riskut, kemi mundësi që të rritet edhe shkalla e parandalimit të aftësisë të kufizuar. Por, megjithatë, dua të jem sakt dhe të them që jo çdo formë me aftësisë të kufizuar mund të arrijë të parandalohet. Po për njerëzit që po na ndjekin tani, çfarë mesazhi doni t'ju përcjellni atyre për të nxitur ndërgjegjësimin, për të arritur në shoqërinë tonë, për të bërë një ndryshim? Unë në fakt dua ta mbyll me diçka shumë të thjeshtë, por njëkohësisht unë besoj që është edhe thelbësore. Njerëzit me aftësi të kufizuar nuk kanë nevojë për keqardhje, ata kanë nevojë për mirëkuptim, për empati, për përfshirje. Gjithë secili prej nesh ka një rol të caktuar në shoqëri, një fjalë e thënë e jona, një mundësi e dhënë apo e mohuar, çdo qëndrim i joni sigurisht që ndikon në cilësinë e jetës të këtyre personave. Secili prej nesh, qoftë si prind, si mësues, si shok apo si qytetar i thjesht, ka për detyrë që të jetë më shumë i informuar, më empatik, më mbështetës, në mënyrë që të ndërtojë një shoqëri e cila nuk paragjykon dhe që jep mundësi çdo personi të jetojë në kushte të barabarta. Faleminderit për këtë bisedë kaq të vlefshme dhe për mesazhet që ndan me ne sot. Unë të falenderoj ty Erla, duke shpresuar që biseda e sotme të ketë sjellë jo vetëm më shumë informacion, por mbi të gjitha të ketë ndikuar në më shumë ndërgjegjësim. Ndryshimi fillon nga mënyra se si ne veprojmë dhe mendojmë çdo ditë. Ne jemi bërë pjesë e thirrjes tuaj. Përmes kompanisë të nxënësve NEAKA, bëuni pjesë dhe ju. Shihemi në episodin e radhës.